Rama po bën gjithçka. Çdo presion që gjykata kushtetuese të vendosë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe në kundërshtim me normat dhe standardin evropian. Kjo është e vërteta. A ju tha shqiptarve se në prani të Marta Kos se pezullimi i një zëvendës kryeministri është akt i pa shembullt në Europë. Ndërkohë, kam paraqitur dje para 2 ditësh para shqiptarve, jo një, po 10 raste ministrash, zëvendës kryeministra, të cilët janë pezulluar nga gjykatat e vendit si persona në hetim ose të akuzuar, por jo të denuar. Pra, dhe standardi i pezullimit duhet jemi të vërtet. Standardi i pezullimit është standard që përdoret në rastet kur ministri, zëvendës kryeministri apo cili do qoftë kryeministri vetë kanë paftyrsinë dhe paturpsinë të mos japin dorëheqjen. Këto nuk ndodhin në vendet me kod moralo-etik të qeverisës të konsoliduar. Ka një kod, një person i akuzuar, por edhe ndërhetim, unë do e rikujtoj prap ju edhe shqiptarve, Ilir Meta në vitin 2011 dha dorëheqjen si zëvendës kryeministër dhe hoqi dorë nga imuniteti i deputetit, vetëm me motivin se unë nuk mund të paraqitem si zëvendës kryeministër para një prokurori, po do shkoj si hyrjetar i thjesht në mënyrë që ai të mos ketë asnjë pengesë në hetimin tim. Kurse sot, kjo që ndodh sepse Edi Rama është urdhërdhënësi absolutisht i tendrit të tunelit të Llogaras. Por Edi Ramën sot ka në dosje me dhjetra mesazhe të shkëmbyer si me Lubin, ashtu dhe me Berberin. Ndaj dhe ndodh kjo që ndodh në Shqipëri. Ne betejën do vazhdojmë, Edi Rama do bëj gjithçka për të pambrojtur, po mbron veten e tij, të kuptohemi. Mbron veten e tij. Lubia i ka thënë atij se unë nuk të lëshoj, do të marr me vete, për arsye se unë s'kam bërë gjë tjetër, vetëm kam zbatuar porositë e tij. Në fakt, të themi atë që është, se unë e kam thënë dhe ju garantoj që nuk ka një hajdute më të madhe në historinë e kombit sa ajo përveç Edi Ramës. Por në atë rast është e qartë si kristali se në Ankara Lubia nuk e mori Ramën Lubia në Ankara, por Rama mori Lubin në Ankara ku bë pazari i tunelit Llogaras, ku takue kompania që fitoi tendrin me 50 milion, më shumë se kompania e dytë e cila do e ndërtonte tunelin. Pra, jemi në këto kushte, a do ta fitoj Rama, edhe mundet, nuk mund të them, sepse këtu gjykatat kanë faktue që kanë marrë çdo lloj vendimi, por një gjykat që vendos kundër vendimit pezullimit shkelmon me 2 këmbë kodet dhe ligjet e vendit. Nuk ka të bëj pezullimi me asnjë të drejtë themelore të njeriut. Jo. Me të drejtat themelore të njeriut ka të bëj bllokimi i pasaportës dhe detyrimi paraqitjes në polici të deputetit. Por, kësaj çështje, fatmirësisht në rastin e Sali Berishës, gjykata kushtetuese i tha, okej, është në rregull, s'ka nevojë për leje në parlament, dhe unë po të kisha qenë aty, do kisha votuar bashkë me te, se nuk ka nevojë, por kushtetuta e njeh këtë. Kushtetuta thot ka nevojë, e shkeli gjykata, është punë e saj. Ndërsa për pezullimin
nuk ka absolutisht asnjë pengesë ligjore.